Elbasani, Lost. Vini me Përshëndetje. me ritëm, Meritëm. Përpara se të fillojmë ne jemi ke Okult Sport, apo jo? Jemi ke Okulti i gigantit Alienit Fred Sako. Ai sot mbushi 62 vjeç. Po ju urojmë nga sporti. Nga sporti u bë 100 vjeç. 100 vjeç edhe sa më shumë Fred sport. Sako me shëndet të plot, me jetë cilësore, për veten tënde, për familjen tënde të mrekullueshme dhe për 10 milionën shqiptarë kudo janë që kanë nevojë për dijet dhe për mendjen tënde. Ecim. Hamo, ç'a bëhet? Elbasani? Elbasani Kampion, thot Ervin Baku, po. Thot këmbë, jo Ervin Baku. Të lutem. Ka qenë Elbasan tjetër, ai ky është Elbasan. Parashikimin tim se kush del kampion Ky është AF, po e ka. E ke aty, kështu që Kjo ka qenë një javë polemikash vitin, kështu që ka shpejt. ne prandaj menduam që këtë emision ta Ka strukturojmë nëpërmjet polemikave që shpejt filluan. Tani presidentët do mbrojnë investimin e tyre dhe normalisht mu duk jave 21. Si do mbrojnë investimin e tyre? Do mbrojnë investimin e tyre. Po. Të shkondi çfarë bëhet me arbitrat? Akuzat është për drejt. Po duke akuzuar njëri tjetrin? Po. Okej. Po. Përderisa ata e dinë më mirë se sa ne, sepse janë aty, janë aktorët e garës. Po. Ta nisim direkt me kujtim lupën presidentin e Elbasanit. Po. Ke nderin ta lexosh atë deklaratën që ai ka dhënë në një studio televizive të kolegut ton Gerçaçani. Të kujt? Të Gerçaçani ka thënë. Po. I ngacmuar në fakt për pjesën e arbitrimit, lupa është shprehur. Atëherë, presidenti Elbasanit kujtim lupa. Po. Demrozi është mjeshtër i këtyre gjërave. Ai është i vetmi që debaton dhe komunikon me arbitrat në pushim të ndeshjeve në të gjitha rastet që kam qenë unë në Rogozhin. Shakuzë rënd kjo. Po, pra, sa herë ka qenë lupa në Rogozhin? Ja, e vendosi drejtori Demrozi është mjeshtër këtu. Kjo është deklaratë e rëndë. Është e rëndë. Sepse i bie që ky futet në dhomat e zhveshjes në pushim edhe merret me arbitrat. Kjo është njëra anë se duhet jemi vjen në dyshim që ne duhet jemi fair. Patjetër që po. Ky është deklaratë. Do ta lexojmë edhe reagimin, po e bën gazetori reagimin e Ignatias, ka bërë reagim të gjatë në dy pjesë. Po. Deklaratë zyrtare e klubit të futbollit të Ignatia. Vazhdo, lexoj titullin. Thotë përfshirë ditën e sotme në disa media të shkruara dhe vizive janë publikuar deklarata dhe komente ku implikohet padrejtisht klubi i futbollit të Ignatia dhe presidenti i saj zoti Agim Demrozi. Këto qëndrime, të artikuluara nga individ që konsiderohen pjesë e familjes së futbollit shqiptar, na duken jo vetëm të pabazuara, por edhe as pak normale në raportin institucional që duhet të mbizotrojë në sport. Kjo është pjesa e parë, domethënë i referohet deklaratës të lupës. KF Ignatia është faktikisht një nga skuadrat më të penalizuara nga vendimarrjet e arbitrimit gjatë këtij sezoni. Domethënë këtu ka pretendime Ignatia që është penalizuar. Mjafton të kujtojmë se vetëm në 7 javët e fazës së parë, Ignatia është ndëshkuar pothuajse në çdo ndeshje me karton të kuq dhe nga 2-4 karton të verdh. Tani këto për mendimin tim deri diku qëndrojnë se përderisa ti ke ndryrë keq, ke bërë ndryrë të forta, ndëshkohesh me karton po. Nëse si pasojë gabimeve njerëzore ka futur në thonjse gabimeve njerëzore të arbitrimit. Këtu është një ironi me arbitrimin. E njëjta tendencë ka vjuar dhe në fazën e dytë dhe në këto 3 javë të fazës së tretë të kampionatit, ku skuadrat janë mohuar minimalisht 4 penallti të pastra. Këtu domethënë kanë bërë, ndërkohë që ndëshkimet disiplinore kanë qenë disproporcionale dhe me standarde të dyfish krahasuar me kundërshtarët për të njëjta veprime, duke favorizuar ata që luajnë kundër Ignatias. Domethënë, Ignatia akuzon që ne jemi ndëshkuar nga arbitrat. Janë mohuar 4 penallti? Ne nuk kemi, po duhem parë të gjitha rastet, pastaj është edhe pjesa e dytë, domethënë që thot për zotin Demrozi që nuk në fakt stadiumi Ignatia ofron kushte model për zhvillimin e ndeshjeve, ambient korrekt, siguri maksimale, tifozëri të rregullt, të gjitha këto. Nuk ka asnjë rast të vetëm që presidenti i klubit zoti Demrozi të ketë ushtruar presion, të ketë dhënë urdhra apo të jetë përfshirë në zgjedhjet pa përshtatshme ndaj arbitrave apo zyrtarëve të ndeshjeve. Kjo është mohon domethënë. Po. Përkundrazi, thonë ne nuk shpifim, nuk akuzojmë, nuk manipulojmë, nuk synojmë askëm. Tani kjo është mua më vjen një nëse marrim anën e zotit Lupa, presidentit e Elbasanit, mua më vjen në dyshim këtë 2 vjeç pa hequr asnjë merit nga Ignatias, që ka dalë 2 vite kampion. Me merit plot. Me merit, po sipas zotit Lupës, ai thotë çdo ndeshje sa kam qenë aty,
Ai hyn në dhomat e zhveshjes. Është deklaratë e rëndë, këtë. Pra po. Klubi i Ignatias është e ka mohuar. Pra është fjala Tashi e dy ka klubeve, mohuar. Pa i kot nuk e ka thënë tani, se Po mirë, pra po. nuk e ka thënë qëllimisht. Po. Ka parë diçka aty që Po. e ka thënë, thotë sa e kam qenë unë aty. Demrozi ka hyrë në dhomat e zhveshjes arbitrat. Pra i bie Që që ai pa ashtu thoshte fare që s'ka ndodhur edhe pse do ta ithën pra i bie që në media këtë gjë. pra i bie që presidenti ka zbritur poshtë dhe ka parë ku është futur presidenti tjetër. Tjetër mos e njerëzit aty kanë zyrtar klubesh që kanë para të gjitha. Po, normal. Tani ai ndoshta po ndjen diçka që ky vit Elbasani mendon që mund të dalë kampion dhe ka frikën që Ignati nga ana tjetër po ushtron presion te arbitrat dhe po merret me arbitrat. Ai thotë është ministri i arbitrave. Kjo është akuzë e pastër, nuk ka kutërim më. Po duhet provuar. Ministri i arbitrave? Po dakord, po duhet provuar, pa ai e tha. Ai ti që nxori ministri i arbitrave bie që ti i ke marrë ndeshjet me arbitra. Gjitha që dal kampion me arbitra. Nuk më kuptoj. rezulton. Ore, është tjetër që pastaj këndvështrimi jon, un po them çfarë Ne këtu jemi për thotës presidenti i Elbasanit. Kristi, ne këtu jemi për këndvështrimin ton. Po mirë, ne do komentojmë edhe Po ato që pra, tha ai. kjo deklaratë është shumë e rëndë, por duhen parë rastet, për shembull mua nuk më rezulton diçka e tillë. Nuk më rezulton që Ignatia ti ketë marrë për mua Ignatia Po penalltit për shembull, nga që zoti Po. Lupa ishte ndeshja direkt Elbasani Ignatia. Ignatia Elbasani që 2-0 për Elbasanin dhe 2 penallti u dha në favor të Ignatias. Po. Dhe një nga ato nuk kishte fare, pretendoi zoti Lupa. Okej. Ndoshta edhe për këtë pjesë ka qenë akumuluar, ne e kuptojmë, po prap vini është deklaratë e rëndë. Të gjitha janë të akumuluar apo të shikosh to reagimet të javë, edhe Daja, edhe Bellai, domthon. Të kalojmë te Bellai, por para se të kalojmë, unë do ta bëj gëzuar një me këtë Lajthizën. Me çfarë? Kjo është me Orange Gate, me Lajthiza. Kjo është unë marr Roze. Roze mirë. Roze nga Lajthiza. Ë? Edhe drejtori me kola atje. Drejtori me kola është preferuar. Shumë e mirë që nga? Gëzuar, Shumë e mirë, shumë. gëzuar. Shumë freskët. Sa e mirë. Tani do Faleminderit vazhdojmë Lajthiza. do vazhdojmë Hajri Elezi drejtor përgatit një nga ato deklaratat e tua që ke aty, foto këtë dua sepse ka pasur goxha deklarata dhe Ilir Daja, Dinamoja, gjithashtu ishte ai rasti i kartonit të kuq. Shko tani, e kam vënë me foto poshtë, foto e? Ja ta lexojmë këto Dinamo se Po, mund ta lexosh. se Ka bërë një reagim për Eugene Xhajen, të arbitrin, një nga arbitrat më të mirë që ne kemi. klubi Dinamo City dënon gjykimin e ndeshjes së sotme me kryesor Eugene Xhajen, pamjet ku skuadra jon dëmtohet janë shumë qartë. Rasti më flagrant është ndërhyrja horror ndaj lojtarit ton, Ismailit në fundin e pjesës së parë. Xhaja me stemën e FIFA-s zdat çuditërisht dhe VAR mbylli syt. Djem detyrimin të reagojmë publikisht duke qenë se gabimet flagrante të gjykimit kundër klubit ton janë të përsëritura. Çdo kush mund gjykojë vetë nga këto pamje. Për të përmendur është dhe rasti i golit të parë të kundërshtarit, ku ka një faull evident ndaj Nanit. FC Dinamo City kërkon vetëm drejtësi. Kjo është e vërtetë, dëgjoj. Ajo ndërhyrja ishte për karton zi dhe 3 ditë burg. Job 1000 euro. Sepse Ka ca kampionate që aplikojnë gjoba. dëgjoj atë Aplikojnë gjoba për këtë ndërhyrje. fati aty Ismailit është që nuk e kapi taka mirë, se po ta kishte kap taka mirë ishte thyer komba ndysh. Tashti, si ka mundësi që nuk e pa, gjyqtari kryesor e gjykoi kështu. Po gjyqtari 4 që e kishte 1 metër. Po gjyqtari që ishte në VAR, që është ndër më të mirët e VAR-it. Si ka mundësi? Barjamaj. Po, si ka mundësi? Ku di unë këta do se kam pasur mendjen. Ku e kam pas mendjen? Duke ngrënë sufllaqe ndoshta se po ta mbash mend doli ajo video atëherë në Greqi të varje, mbar mend?
Po mirë në që Greqi. kishin duke ngrënë sufllaqe. Ashtu, ha? Po, kështu di kanë qenë duke Po, u marrë me ndonjë. po varri është në federatë si lenë në sufllaqe. Po i fusin o vini Po, aty është vjen Korriere ta sjell porosin Po, aty ku duash. Po është modernizuar federata jonë, nuk është më federatë sufllaqesh, më lutem. Po mirë, po. Po atëherë çfarë? Arbitra nuk i ndalon askush të Ti thuj në një kështu, çfarë? karkaleca crudo ose kështu, po jo Po sufllaqe. ndoshta edhe ato. Pra, po jo sufllaqe, lutem. Nuk se kuptoj, nuk e di ishte Pra, e megjithatë, unë kam përshtypjen që detyra e klubit do reagoj, po unë kam përshtypjen që e di kush është zgjidhja? Fillojnë marrin arbitrat huaj që tani. po do ta sa do shkoj. Ha? Ndeshjet e Final Four-it kam mundësi që të vinë arbitrat huaj, sepse me këtë situatë që po kemi tani mund ta përgatisë drejtori atë që ka thënë Daja. Që tani ja të lexojmë Dajën. Po. Të gjithë do thonë se nuk po reagon njëri, nuk po reagoi për penalltin, po ajo ndryrja kundrejt Ismailit, që për mua ishte gabim. Miri fushës thotë që nuk ishe, mirë që nuk ishe, po edhe vari që është 3 pikat, domethënë le kështu. Nuk ta kisha përmendur, thotë, nuk po përmend penalltin në favor apo jo, por nuk kam çfarë t'ju them lojtarëve në momentin kur është ajo ndryrje. T'ju them përgjigjen në një mënyrë, e di që mbetemi me pak veta se na nxjerrim me të kuq thotë. Nuk i mbrojt dot lojtarët e mi. Kur nuk i mbrojt një arbitër në fushë që mbajnë familjet me atë punë, nuk i mbron asnjë arbitër, i ulur shumë mirë atje në karrikën e varit thotë. Çfarë t'ju them unë lojtarëve aty? Dhe deri diku me drejt. Daja. Çfarë t'ju them? Të luajnë ata në atë mënyrë. Do na nxjerrim me të kuq thotë. E dim. Kështu që përpos mungesave të Dinamos, justifikimeve deri diku që Jo, Dinamo ka mungesa. po ka realisht. Ky për shembull, Paraqitja e dobët ishte me Elbasanin. dëgjoj, Po kjo tani nuk ka vend ku të qëndrojë ky kjo. Ismaili ishte mbrojtës i djathtë. Mbrojtësi Majt e ka kthyer E këtë pra, ndeshje e sepse pra, domethënë emergjencë po. Ka improvizuar. Ska as Lora as Neziri nuk ishin, kështu që improvizoi me Ismailin, po kjo vini nuk ka ku të rri tani. Dhe me këtë nivel arbitrimi, nuk e di tani. Unë profesorin Kolareci kam shumë respekt. Nuk besoj të i ndonjë problem i tij, sepse normalisht dirigjenti i arbitrave vendos cili arbitër do jetë këtu, po tani arbitrat gabojnë vetë. Pra, Nuk e di. pra- Ose ndoshta pra e sepse kanë dëgjoj, neglizhojnë. dëgjoj, Tani të themi të komanduar. dëgjoj, Ajo 2-0 ndeshja. dëgjoj, Të kushton që ta japësh të kush. se këtu do doja të dilja. Me këtë veprim, pra me mos ndëshkimin e duhur të futbollistit të Elbasanit, ti i bie që ke ndikuar drejt për drejt në rezultat, sepse nuk është e njëjta, ka dhe 45 minuta Po patjetër që ndikon, po patjetër që ndikon. me një lojtar më pak, kështu që Patjetër. dhe kjo dhe tani nuk e di pse, domthon se këtu përfitoi Elbasani apo jo, nga ky gabim i gjyqtarëve. Të flas sinqerisht, ky xha nuk më pëlqyer asnjëherë. Jo, Nuk më ka Nga nuk ky- më ka ngjitur asnjëherë si arbitër. nga ky gabim përfitoi Elbasani. Po. Po atë pse u kap me Ignatian, presidenti i Elbasanit? Sepse ishte rasti i penaltis pra. Një ndeshje më parë ka qenë Ignati Elbasanit, ta thash. Po. Që Ignatias i dhan 2 penalti në favor. Kundrejt Elbasanit. Kështu që prandaj u kap me Ignatian, plus që titulli kampion aty është Ignatian, ndoshta kanë frikë sepse ka dalë 2 vitet e fundit kampion dhe Sepse sa javë jemi bërë 21. 21 po. Dëgjoj, 15 javë e kuptoni ç'do bëhet nga fundit? Do ketë Pikërisht pra dhe parashikohet ndeshjet e Final Four-it, prandaj them që nuk e di kush do arbitrojë, se unë thot nuk dua Xhajen, thot Dinamo. Tjetri thot nuk dua këtë X-in, Jorgjin, njëri nuk dua Ferrata, njëri nuk dua këtë. ore që Kush do arbitroj? Ore. Unë dhe ti. dëgjoj që në ndeshjet e final 4-s ti do kesh arbitrat tuaj, këto të hapun me firmë që tani. Që s'ka. Nuk mund ta mbaj dot duka atë peshën që merr tuaj dhe para kanë. Thua I që paguajnë Po, ekipet po. vet. Si, me firmë të hapun. Dhe ashtu duhet bërë. Sepse në një kampionat të para gjykuar, ku tifozët po të kurren po vinë ata arbitrat nga Turqia. Po tash. me
me punë të detyruar, shko arbitrazh Shqipëri. Ata që ishin të përfshirë gjithë 300 arbitra sa ishin të përfshirë në trokime. Ata duan këtu. Që të nxjerrin këtë duan kampionë dhe ku ka sot besim, shkon diçka bëhet në Itali, polemika javë për javë. Polemika. Prandaj po them që është Itali, Serie A. Janë të pakta ato kampionate që kanë radhë nga arbitrat edhe që ndodhin shumë rrallë gabime. Anglia për shembull nuk sheh ndonjë shumë rrallë. Shumë rrallë. Edhe prap ato kur janë gabime njerëzore ose po nuk e bëjnë kështu baltë tani. Unë se kuptoj. Këta nëse marrim po them standardin që kanë jashtë me ndëshkimin e arbitrave, kur ndret gabimeve që ata bëjnë, këtu i bie që mos arbitrojnë me njëri. Këtu. Prandaj nuk ndëshkohen këta, ndëshkohen shumë pak. Sepse ata arbitra kemi. Po këto promovohen kur bëjnë kështu gafesh. Po mirë, është ndoshta një lloj mbështetje kur janë në momente të vështirë. Po çka kemi patur në reagim? Kemi dhe Bellajn ishte trajneri, ishte lojtar e kombëtarës. Bellajn nuk e di, si trajneri gjithmonë ka qenë i qetë. Nuk e di si të shparë ty. Nuk e kisha parë ndonjëherë Bellajn në këtë lloj mënyre të shprehur, jo? Dgjoj, unë nuk e pash këtë e si po thoshte me nga. Nuk më vin fjalës tha, dua të flem greqisht, greqisht do shaj tha. I përkthej në shqip tha se mund ta lexoj unë. Ne i bëm llogarit në fillim thot, kur pam kush ishte aty te dhoma, ka për arbitrat. I bëm shumë mirë llogarit. U thash çunave që po nuk bëm 2-3 gola, e vështirë për të fituar sot. Po do flas, mund të them shumë thot, po prish moralin tim. Nuk është futboll ky, nuk luhet me dirigjent. Ka 2 trajnerë dhe të tjerë të mbajnë vendin thot. Ai për arbitrin e referohet gjithmonë, kishte ylli në ball. Kur je me yll, e di çfarë është. Në kohën tonë të Enverit, ata me yll kishin një epitet. Ky zotëria gjithmonë që luajmë ne, 2 penalltitë Daga sulmuesi i Vorës domethënë dhe nuk i jep. Jam shumë i kënaqur nga çunat, nuk kanë rrezikoj të uta, e dinim çfarë do të ndodhte, por është turp. Dhe turpi kishte turp nga turpi thot. I përkthej nga greqishtja që të më dalin sa më të bukura fjalë. Në shqip duhet të shash. Prandaj e them edukat thot. Po duan të luajmë, po nuk duan të fusim ekipin në 19 të kalojmë pasdite të bukur. Kur bëjmë një gabim ne, dënohemi. Këta bëj 10 gabime, kur bën 2-3 do të ikësh. Merr dhe ik puno aty thot. Është prishur dhe uzina, nuk e di, refer uzinës të Ballçit besoj. Andaj. Nuk dua të qesh fare, është serioz. Dgjoj. Unë drejt për drejt nuk Borës për ta ashtu që ndërpres nuk i dhan penallti me Teutën, në fund i dhan një penallti në favor të Teutës. 2 penallti aty. Po. Në ndërshkuar me karton të kuq. 2 penallti. Po njëra ishte më flagrant. Jo, njëra që e mban, tjetra me dorë. Me dorë, prek me dorë. Po. Dgjoj, unë nuk e pash ndeshjen live, se ishin ishin një kohë 2 ndeshje. Po ka qenë Teuta, nuk ka qenë dhe Vllaznia Partizani? Jo, Vllaznia Partizani ishte çtunën. Ka qenë ndeshje tjetër pastaj. Po ka qenë ndeshje Tirana me Flamurtarin, po. Unë isha në Selman Stërmasi. Po do flasim edhe për Tiranë. Por e pash ndeshjen të gjithë. Dhe ka drejt. 2 penallti për Vorën, penalltia Teutës ineksistente, kështu që shko, ndoshta unë këtë deklarat nuk e lidh vetëm sepse dhe kur thot, dëgjoj, një trajner vin nuk mund të bëj këtë lloj deklarate pas një ndeshje që mund t'i kemë marrë një penallti. Kjo është akumuluar për disa ndeshje. Që Vorës i kanë rënë në qafë arbitrat dhe sot, domethënë sot, ditën e ndeshjes ai ka shpërthyer. Se nuk mund të shpërthesh kaq shumë në momentin që ty nuk t'i japin një penallti në ndeshje të caktuar. Në momentin që ajo akumulohet, dhe unë mendoj që paludoj këtu që Vora po ndjen rrezikun e Tiranës. Unë këtë llogari po bëj. Po mua deri tani, të paktën deri tani, Kristi, nuk më rezulton që Tirana po favorizohet nga arbitrat. Jo, nuk kam lidhje fare unë bën Tirana me arbitrat. Madje thjesht rezultatet e mira të Tiranës, ndoshta mendon Vora që edhe presidenti këtë ratë kuptohet, Xhabafti në një shprehje në një deklaratë të fundit për mediat ka thënë që talent kuptohet që duan të shpëtojnë Tiranën dhe kush do të digjet, unë do digjet Vora. Po pra po. Që dhe ata kanë për një investim. Po pra po. Deri tani po të them nuk më rezulton që duan të shpëtojnë Tiranën, në këtë sens ta them. Tirana ka vetë në dorë. Madje Tiranës them
me aq Tirana si kanë 11 penalti kundra në dy fazat e parë. Tiranës i kanë ngrënë hakun në Elbasan edhe në Durrës. Po, dy penalti. Kështu që Nuk janë këto kohë. Nuk janë kohët e pajtrim struka i madh, ja. Shumë larg titulli kampion Tirana. Po, fakt është që aty është hapur gara, sa janë tani 17? Po. 18? 19? Po. Unë mendoj që kjo do jetë deri në fund. Po nuk di si do. Edhe vjen renditje drejtori, po shko ka dhe një Vora janë rezultate. Kjo është rezultatet 2-0, 1-0, 1-0, Tirana 1-1 dhe Uta Vora 1-1 dhe Elbasani Dinamo 2-0. 2-0. Renditja drejtor. Na veçi renditjen drejtor të lutem. Është futur në lojë Tirana. Pra futur shumë. Domethënë 17-18 po. 17, 18, 19. Edhe Vora aty është 24 pikë. Ja, Vora nuk Vora 5 pikësh më vinin 6 Vora ka pikë. shumë ekip të 5 mirë. pikë nga play-outi, 6 pikë nga. Vora ka shumë ekip të mirë. Dakord jam, po them që ndeshjet e fazës 3 i ka të gjitha në shtëpi, nuk s'ka shans. Dëgjoj, se Tirana erdhi këtu ku është? Apo jo? Po. Se luajti me këto të treja. Po me përballë direkt pra Me Vorën, Bylisin edhe Flamurtarin. Po, 1 minutë tash. me Bylisin fitoi me Flamurtarin dhe barazoi me Vorën. Po pra, po tash nis Malorja. Po pasi. Shkon Rogozhin. Po normal, tani luan me atë Kreus. Kështu që duhet të marr pikë patjetër edhe me këto sipër, se nuk shpëtohet. Po gjithsesi Tirana ka një edhatë shenjën e që është gjallë dhe mendoj që jo, pra u zgjuan nga vdekja klinike. Zgjuan nga vdekja, po prap me Flamurtarin gjithashtu që e shoh që mund të shpëtoj. Shoh mund të rrezikuar Bylisi me Vorën tashmë. Edhe besoj që do jetë një treshe Tirana Flamurtari Vora. Jo. Si Tirana Flamurtari Vora. Për këto dy vendet, një bie direkt, një në play-out. Jo. Unë këto shikoj. 8-90. Këto shikoj deri në fund. To treja. Po, dhe Vora mund të shpëtojë, no? Do shpëtoj, po. Dhe nuk di ta them kush do jetë 8-a, kush do jetë 9-a, kush do jetë 10-a në gjendjen aktuale të gjërave. Nëse se flasim për Tiranën, po sulmuesi Ernest soi dëmtim. Po pra si shpjegoj. Tirana është një moment që varet shumë nga këta lojtarët që janë kështu cilësorë individualisht, për shembull Xhixha ose këta. Janë pothuajse 30-40% e ekipit tani. Xhixha bëri një ndeshje shumë të mirë. Po. Që ishte edhe pa formë, tani po ka formën dal nga dal. Ky Ernest pati një dëmtim edhe u fut ky titri. Falaj, edhe ai u zëvendësua. Plus që ajo tragjedia me atë vajzën e Alvarez. Gjem rastin të shprehim mbushëllime. Po dyshim. Lojtarit edhe klubi Tiranës. Ishte një fitore karakteri kjo e Tiranës. Ishte një fitore karakteri. Pati një rast shumë të pastër ai si e ka Myslovic. Po, që me të majtë, nuk e zori jashtë, dhe me njëherë pas asaj realizoi, domethënë. Pastaj nuk ishte më histori, domethënë. Ishte gjithsesi Maloria për Tiranën fillon nga java e jashtme, po patjetër. Do të flisim pak edhe për vllaznin. Po. Duket sikur polemikat ikën nga Shkodra, shkuan këthe nga Ignatia Elbasani, se i kishim vllaznia Dinamo polemikat. E mbarmën para disa javësh. Po. Vllaznia ka 3 ndeshje radha se vini që nuk pëson gol. Po. E prisja apo? Dgjoj, në momentin që ty të rikthehen gjithë lojtarët, unë e prisja që më pëlqeu shumë ai goli vllaznis ishte manual futbolli. Shumë gol i bukur deri tani në kampionat. Nisja që nga portieri, ai Kallaku është absolutisht lojtari më i mirë i kampionatit shqiptar, vjen era futboll, domethënë ke qef. Bashkë me Kastratin, bashkë me vllaznia do të jetë aty. Dgjoj. Nëse ne do të shikojmë 4 vendet e para, pra kemi vllaznia Ignatia Elbasani Dinamo. Patjetër këto e kam thënë që para se të filloj kampionati, që këto do të jenë.
Po sot realisht nuk ta them dot se kush do të dalë kampion. Qëndron pak te Vllaznia, sepse e nisi shpejt kampionatin. Po. Arriti të merrte disa fitore radhazi, duket sikur kishte një lloj energjie. Po. Pastaj u zbe e gjitha. Po pikërisht pra ato zbej që psoi Vllaznia po e pson Dinamo tani. Po është ti po thua është momenti jo i Dinamos tani. Po, ishte momenti jo i Vllaznis. Ishte momenti jo. Po. Tash mendon që kjo formë mirë mund të vazhdojë deri në fund apo mund të ketë edhe një oscilacion tjetër, një pikë jashtë. Po prandaj themun që s'di ta them kush mund të jetë kampion sepse kanë ulje ngritje të katër skuadrat. Po për shembull Elbasani nuk është se ka patur shumë ulje ngritje. Ka qenë gjithmonë konstant aty. Ka qenë aty disa pa fals mund të ketë bërë vetëm mbajmën me Vorën që u mund në shtëpi dhe me një barazim me Flamurtarin, nuk ka bërë. Ka patur shumë barazime, po 1-1 në Elbasan. Pastaj kështu nuk është se ka patur në një moment jo që të bëj 4-5 rezultate negative. Kjo fitore me Dinamo do japi shumë impulse pozitive. Kam përshtypjen. Ti në momentin që mund ekipe si Dinamo, po to ekipet e tjera, normalisht që edhe vetë besimi rritet dhe mendon që mund dalësh kampion. Po gjithsesi Dinamo thuhet që është duke përfunduar tradativat me një lojtar goli. Atë kam 2 javë që dëgjoj unë nga drejtori dhe nga këta po që punojnë aty në klub, më kanë thënë që do si të vinë sulmues nga jashtë, do vinë po Liberia. Po vjen. Unë e di që po e them këtu lajm ekskluziv për Okultin që e kanë mbyllur me këta 2 lojtarët e Bylisit. Me Mustafajn edhe me Malomon. Po. Shumë mirë. Madje kanë, siç më thanë nga burime, nuk kanë bërë dhe pagesën dhe pritet që ata të dalin në stërvitje me Dinamo. Me Dinamo e kanë mbyllur. Sa e kanë për 500.000? Sa e kërkon? Jo 500.000, por sa nuk. Janë shumë 500.000. Për të dy? Po jo, më pak. Shumë më pak. Pastaj kanë edhe Besa e ditë si është si Dgjoj, Beso i zgjuar ka marrë dhe përqindje në shitjet e ardhshme, sepse ata mund të jenë kontingjent për të shitur në vazhdim, sepse në vazhdim, po. Ka mbajtur dhe përqindje kartoni Besa, se lëshon kollaj. Besa i mori Olainkës. Bravo. Mbas shumë vitesh. Po. I mori përqindje kur u shit. Beso dhe Pashku. Po, kanë të menaxhimin këtyre të rinjve që fantastik, po. Dgjoj, është ato më pëlqejnë shumë mua lojt. Shumë. Ore kanë kuptuar që po është një trampolin Dinamo, e kanë kuptuar që ti me lojtar që kanë potencial, duke i mbajtur me 1 apo 2 vite, me rroga mediokre flasim realisht tani, Pashku dhe Besa kanë rroga mediokre. Krahasim me të tjerat. Nëse një futbollist shkon luan në Ballxhen ose po në Laç, ju ta mendoj mirë. Shumë të rrallë ata që paguhen mirë. Mund të jenë 1, 2, 3 kokra. Dhe këta të uaj. Thonë që i duhet, vërtet për cilësi. Po këta të tjerët të shkretët. Po gjithsesi është sakrificë. Mund të shkosh të luash 1 apo 2 vite në Ballxh, mund të marrësh një rrok shumë të ulët, por ama edhe ti ke luetur në Ballxh? Deli, po kam qenë disa muaj. Kam qenë disa muaj, po para hy 12 vitesh, 13 vitesh. 12 vite, po. Ama aty bësh futbollist. Po pra. Në Ballxh. Del dhe pastaj ti i shef frutet tua mbrapa kur transferohesh apo kur merr dhe një rrog shumë më të lartë. Po të shohim gjithë lojtarët që kanë dalë nga Ballxhi nga Laçi tani luajnë jashtë. Po. Dhe fitojnë 20-15.000 euro në muaj, që nuk janë pak. Eksakt. Kanë kontrata të mira. Po. Duhet bërë sakrificë. Lushkja. Sepse ashtu është politika e këtyre 2 klubeve që kanë buxhet nën mesatar reduktuar dhe shesin. Kanë politikë në Arsenalit. Po. E bëm Girone? Po, kemi dhe javën e ardhshme të ndeshjeve. Është përballje direkt Vora Flamurtari. Është ajo e këtyre, po ta mbash në vit këta kishin ato deklaratat, jo Dreka, jo Kristër Sinani me Xhabafin. Po. Dhe me Xhatin, e mbamën? Po. Që jo Peshku, jo Gjiri Lazi çfarë bërin disa deklarata, kështu që është dhe kjo me kujt do jetë Vora Flamurtari. Sepse është përballje aty për fundin. Po Partizani Elbasani si? E fort shumë. Mi ti lexojmë është Dinamo Bylis. Po. Me shumë mundësi mund të luajë në këtë qytet, se kam parë. Teuta Vllaznia dhe Ignatia Tirana. Tani kemi edhe 2 ndeshje, do të flasim edhe për Partizanin, që mos i mbetet teatri, dhe për Teutën. Se për të gjitha tjerat kemi folur.
Partizani Elbasani është një, pritet, unë do flas për Teut. po pritet një, domethënë, Kërnaja shoku jot. ky është ai treni i fundit them unë për Partizan. Partizanin. Po. Po treni i fundit për ku? Për në Prizren. Po ndoshta për në Shkup. Po, për në final 4 më bërë. Se mendon që Partizani mund Po, të pikët ja lejojnë. Do më thonë, kap Dinamo. kap Dinamo. Që unë them se kap kur, po. Po që të shkosh aty du të fitosh përballje direkte një herë me Elbasanin me këto me. Po. Du të them mbas disa rezultateve, nëse është ajo fitoria me Teutën, kështu që në mes, po ato tjerat Ata kanë në 50 e fundit kanë marrë 3 pikë. po, 4 humbje dhe një shumë pak, po. Nuk po japin, nuk do në pjesën e dytë më pëlqeu shumë me Vllaznin, bëri dhe ato zonëcimet, edhe Vllaznia bëri zonëcimet dhe po pjesën e parë, pjesën e parë ishte out jashtë loje komplet Partizani. Ka qarkulluar në për këto portale që Partizani po kërkon trajner. Edhe në gazetë ka qenë madje. Po, Është duke kërkuar. kam dëgjuar dhe unë. Po ai Ibrahimi. Çaka firmosi? Po ka firmosur ai, po thjesht ka ndonjë dëmtim. Nuk është në kondicione dur fizik. Më kënaqin më këto. Po mirë, më thënë, mund të vonohet një javë, ndoshta. Po 2, 3. Po Teuta o ka një pankinë që lëkundet. Po. Është ajo e dobit të Teuta. Mos gaboj janë 8 ndeshje pa fitore. Po dëgjoj, ai 8 ndeshje pa fitore për Teutën janë shumë, e nisën shumë mirë, por ndërkohë tani ai deklaroi që drejtuesit e Teutës kanë një projekt afatgjat, kështu që unë nuk besoj që dhe për mua një president ka këtu që po i mban trajnerë gjatë. Është Taka i Skënderbeu. Po. Të tjerët, se merr vesh nga futbolli. të tjerët po bravo qoftë, po i dhan besim dobit, unë atë dua që mos e shkarkojnë. Unë jam me atë, bravo, jemi të dy në një. Japim besimin deri në fund sezonit. Fund sezonit dështove dorën. Ore dëgjoj. Baba, miru pa. Dëgjoj se ta kam thënë edhe një herë. E diti sa vjet e priti Manchester United Fergusonin? 5 vjet. 5. Para, po. Pastaj e dim vazhdimin. Kështu që një projekt dobi është trajner shumë, po shumë i mirë. Kështu që ndoshta këtë vit për mua nuk e kapin dot Europën, por ndoshta vitin tjetër mund të jetë Po dyshim, pos punës së dobit ata kanë pasur shumë lëvizje në mercato. Merr një lojtar, ishin një lojtar shit, ka bërë disa shitje. Kështu që nuk është e lehtë edhe për dobin, ëh, se po i kërkojmë ndoshta edhe shumë. Okej, dakor, 8 ndeshje pa fitore janë goxha. Është momenti jo vetë Teuta. Por gjithsesi, ky është ai momenti kyç them unë që nëse do i besojnë dobit akoma, do vazhdoj projekti, apo projekti do ndërpritet dhe ta vazhdoj dikush tjetër. Dhe kjo është një ndeshje. Se nuk është një problem tani më vjen të heq trajnerin. Po. A bën Juvja, po heqin trajner, po nga 3 trajner po ndrojnë. Brenda një sezoni. Po. Kështu që nuk është edhe një. Dhe ideja është tu që kjo ndeshje është ndeshje kunjë gjithmonë, sa i luan Vllaznia me Teuta me Vllaznin. Është ndeshje. Po. Sidomos kur ishte Martini me Teutën. Po Teuta tani është një tjetër koncept, tjetër presidencë, ka komplet tjera plane për futbollin, ndoshta edhe me stadiumin, me këto stadiumet tham që kemi një temë që 3 stadiumet në Durrës, në Vlorë dhe në Korçë. Okay. 0, 0. E mbyllim? Këto kemi, nuk besoj se lam diçka tjetër. Jo, i prekëm gjitha. Thajme edhe lajmet ekskluzive. Tum.